Artasa Qia Ilama nga Gjakova është ajo grua që e kthen vështrimin e të gjithëve nga ajo sapo të shfaqet në rrugë, jo për modën, por për pasionin e saj të rrallë që mbart për oldtimerat. Përderisa shumica ndërrojnë vetura moderne, Arta gjet të jap jetë elegancës së vjetër, duke e kthyer dashurinë për klasikën në stil të vetin. Arta, përshëndetje. Përshëndetje. A na tregon pak si ka nis ky pasioni e veturave të vjetra, ndoshta më pas në qef? Pasioni ka fillu qysh babi më ka qenë instruktor i vozitjes për gjitha kategoritë, një ashtu edhe mu më ka shtyr në atë pjesë, domethënë komunikacionit, edhe më pas bashkë me shokët e tij, ata kanë menduar se do ta bëjnë një klub për veturat vjetra, duke pas parasysh që në qytetin tonë ka mjaft vetura të vjetra, edhe pse jo mos të mbledhen gjithë pasionatët në një klub të vetëm. Po e shohim edhe këtë veturën që ju e keni e posedoni oldtimer. Apo na tregon pak historinë e kësaj veture, prej nga e keni, edhe cila është kjo dëshira për me e mbajtur, ndoshta se po duket i ri, si me qenë i ri, edhe pse ndoshta është një vit pak më i vjetër. Jo, është vitit 1990, është prej markës të BMW, është tipi më i thjeshtë me motorin 316, por është klasike edhe për mirëmbajtje dhe për restaurime dhe për gjithçka është më lehtë se sa veturat e tjera. Një veturë normale. Po nga e keni marrë këtë veturë, për shembull si keni ardhur deri tek vetura ka ardhur nga Norvegjia, edhe për fatin të mirë e ka rri atë kohën kur ka mujt me u regjistru. Se problemi ka qenë gjatë gjithë kohës edhe është prapë, se na nuk kemi tabelat historike ende dhe nuk përmujmë mi regjistru makinat, edhe shumica prej anëtarëve të klubit tim, kjo është pengesa kryesore që ata nuk mund të lëvizin me makinat e tyre. As në qytet, as në Kosovë, as A e ka pas dikush tjetër këtë veturë në familje? E ka pas dikush një familjar imi, po ta fati marrë une, për më pëlqen, jam shumë e kënaqur me të. Po, cilat janë këto specifikat përveç atyre ndoshta që janë më të lehta, kanë harxime më pak, po cila është ndonjë specifik që ty të ka bëu me dash më shumë një oldtimer? Ndoshta pse ta ruajm trashëgimin tonë. Pse mos ta ruajm se është një nostalgji për të kaluar. Para luftës unë kam poseduar një kësaj lloj makine. Edhe pastaj kur kom prap të njëjtën, kam pas dëshirë ta kem pse jo, ta kem gjatë, inshallah kam gjatë. Edhe me që edhe jam kryetare e klubit të oldtimerëve, patjetër që duhet ta kesh edhe një veturë. Po cilat janë këto organizimet sa i përket kësaj organizate ndoshta të Federatës për oldtimera? Organizimet na bëjmë brenda qytetit, bëjmë zakonisht verës kur është edhe diaspora. Më pas kemi edhe gjatë festave, festës 28 nëntorit, ose edhe për Krishtlindje. Gjitha qytetet e Kosovës njëjtën procedurë kanë, domethënë këta organizojnë evente të ndryshme ku bëhet ekspozita makinave, ku ka makina të llojeve të ndryshme edhe makina që ndoshta s'kina pa më herët. A ka shumë marakli themi kështu të veturave oldtimer? Mjaft ka, edhe çka është më përmend që edhe të rinjt kanë filluar veç me qenë pasionantë të makinave të vjetra, kthehen, ndoshta edhe nostalgjia prej gjyshit, dajas, babit, dikush që ka pas makinën, si edhe tashti vazhdon prapë si trashëgimi. Po. Sa është një lidhje e veçantë ndoshta me këto vetura, pasi sot për sot kemi vetura tepër luksoze, themi kështu, po sa është lidhja më e veçantë me këto vetura? Kjo ndoshta është më shumë si pasion, si dëshirë. Është më tepër ka mjaft entuziast që janë të veturave që të flasin me shumë dëshirë, me shumë ëndje, kanë dëshirë të flasin, sidomos kur ti pyet për makinën, ata janë gjendje të flasin gjithë ditën për makinën e tyre se aq kanë marak për to. Po për juve, për shembull, nëse i shikon në një moment për me zgjedhë një oldtimer edhe një veturë, ndoshta pak më luksoze, cili kish me qenë ai zgjedhja jote? Secila ka të vetën, secila ka buzitin e vet, ka kënaqësinë e vet. Për shembull, tash sfundi kam qenë në Shqipëri, me një event në Tiranë, edhe kjo makina nuk është ka qenë keq, ka qenë mirë edhe në buzitje, edhe komode, edhe shpejtësinë arrin aq sa është e lejuar.
për ndryshe mirë është, nuk është ndaj. Po, a ka pas ndonjë paragjykim sa i përket të kësaj pjese të vajzë me një oldtimer? Po, në fakt është pak e vështirë në fillim, sepse na i mësu që klubet i udhëheqin burrat. Por me punë, me përkushtim, me durim, edhe me vullnet, mund të arrish edhe ti tregosh që mundet edhe një vajzë, edhe një grua mund të udhëheq me punë. Edhe me durim, pa tjetër. Po cila është ajo vetura ndoshta që e ke pas gjithmonë synim diçka një oldtimer që kishe pas qef me pasi për vete? Sado që është shtir pak me i gjetë ndoshta në kushte të mira dhe për me i vozit, po cila është një makinë që ti kishe dash me pas? Mercedes. Cilit vetë? Viteve 60-a. 60, 50, ato ishin, po i kisha në plan, para se ta bëj këtë, i kisha në plan, mirë po vetëm puna e regjistrimit, e torgave dhe lëvizjes lirë, më ka detyruar që të marrë një makinë që mund të lëviz, pse jo të marrë pjesë edhe në Shqipëri, kemi marrë pjesë edhe në Maqedoni, kemi marrë pjesë edhe në Maltëzi, do thënë liria e lëvizjes. Po nisën masisë nëse veç e posedon një veturë për shembull luksoze, a e kishe shit? Jo, këtë makinë? Jo, nuk do ta shes. E kam për merak edhe që në momentin e parë më ka hyrë zemra dhe nuk do shes më. Arta, unë të falenderoj, ishte kënaqësi, po veç dashta me u ndal pak edhe tek shkolla ju jeni mësuese. Po, mësuese. Po, a shkoni me këtë veturë në shkollë? Jo, vetëm sot si rast special e mora te parkingu i shkollës. Sa është ndjenjë veçantë me punu në arsim? Shumë mirë, është ndjenjë jashtëzakonisht e veçantë. Unë punoj që 30 vjetë në arsim, kam hyrë shumë e re edhe për mu nuk e kisha ndruar asnjë profesion tjetër. Kënaqësi, unë falenderoj shumë që gjete kohë për neve, unë falenderoj shumë që faleminderit që keni ardhur deri gjaku. Ishte kënaqësi. Jeni të mirë se ardhur gjithmonë. Faleminderit shumë, kënaqësi. Arta sa qia i lama është dëshmi se pasioni i vërtet nuk njeh kohë. Me veturën e saj oldtimer, ajo jo vetëm që ruan një copë historie, por e shëndron në stil jete. Në mes të botës moderne, Arta mbetet frymëzim për ata që e dinë se ka gjëra që nuk dalin kur nga moda, thjesht sepse kanë shpirt.